Apeli posaçëm ka liruar nga qelia ish kryeprokurorin e Vlorës Aurel Zarka, i cili mbaj në burg që prej qershorit të vitit 2024. Vendimi u dha nga gjyqtari Florian Kalaja, i cili pasi dëgjoi avokatin mbrojtës së Zarkës dhe prokurorin e çështjes që kërkuan lirimin e tij nga qelia, vendosi të pranojë kërkesën. Zarka u dënua me 4 vite burg për korrupsion dhe ndikim të palishëm në çështjen e njohur si Toyota Yaris, dënim që i reduktua në 2 vite 8 muaj për shkak të gjykimit të shkurtuar. Hetimi për dosjen e njohur si Toyota Yaris u regjistrua pas bllokimit në portin e Durrësit në qershor të vitit 2018 të 3.4 milion eurove kesh të fshirura në 2 makina të përdorura dhe të importuara nga Belgjika. Në lidhje me ngjarjen u arrestuan fillimisht Klevi Çani, Edi Lika dhe Alban Mollajmeri, ndërsa u akuzuan kushërinjtë Elvis Vladi dhe Alfred Vladi. Si rrjedhojë të dhënave të përfituar nga aplikacioni Sky ECC, SPAK arrestoi prokurorin e Vlorës Aurel Zarka, avokatin Radovan Çela, Astrid Vladin, vëllain e Elvis Vladit dhe shpallin në kërkim hetuesen e Byros Kombëtare të Hetimit Eriona Daupaj. 4 të pandehurit u akuzuan se, në bashkëpunim me njëri tjetrin, në disa raste kanë ofruar dhe premtuar përfitime të parregullta për të ushtruar ndikim të funksionar të drejtësisë në 8 çështje penale, përfshirë gjykimin për sekuestrimin e 3.4 milion eurove në portin e Durrësit.